gjashtin. Almir Bajrami, kryetari i bashkësisë lokale Sërejckë, Moshnikov, Gornja Sella dhe Prevall. Me këtë rast për mikrofonin ton ka apeluar se qëllimi i vendosjes së rampeve në pikën ndalimeve është paralajmëruar dhe është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës, sepse ndalon lirinë e lëvizjes së lirë të qytetarëve. E këtë të drejtë e garantuar është me Kushtetutë, kurse këtë liri u ndalon banorëve të asaj ane. Ai me këtë rast ka theksuar se në emër të banorëve të Gornja Sellës ju ftojmë që të na bashkoheni në protestën kundër vendosjes së rampës. Protesta do të mbahet të dielën më 28 qershor 2026 nga ora 12 deri në orën 14 në vendin ku ka filluar ndërtimi i rampës. Në emër të popullit bashkësisë lokale Moshnikov, Sërejckë, Gornja Sella dhe Prevallën, ne të dielën me 28-in 6-in 2026 në ora 12 e kemi lajmëruar një protesta të qeta, është fjala për rampa. Rampa po donë me qitë Ministria e Ambientit, planifikimit hapësinor, ku donë me qitë rampën, për shembull, rampa është në rrugë regionale, ku ajo rruga bashkon shtetin, për shembull, edhe Maqedonin, por qatë rrugën na çdo ditë e kalojmë edhe shkojmë te shtëpiat e veta. Sepse ju s'keni rrugë tjetër. S'kemi rrugë tjetër. Ajo rrugë është ndërtuar në 56-ën, 60-ën për shembull, e ka ndërtuar dikush tjetër. Dhe me qitë rampën në rrugë regionale, unë nuk di çka është pyetje. Nuk di se me qatë rampën neve po na bllokohet çlirimi i lëvizjes, çlirimi i jetesës. Ne banorët autokton në Prevall jemi bosnjak. Gjatëherë jemi kon bosnjak. Unë për hir të respektit unë foli shqip, se unë jam bosnjak. Por këtu nuk është fjala vetëm për banorët autoktonë të Prevallës, këtu është fjala edhe për të gjithë ata që e kanë shtëpiat, villat në Prevall. Nesër ata që do të shkojnë në Brezovic, në Shkup, se ajo rruga është. Tetov, po du me shku, që ajo rruga do të me kalu. Ajo është rruga R1500. Edhe ajo rruga është prona e Ministrisë Infrastrukturës. Nuk është prona e Ministrisë e Ambientit. Ministria e Ambientit ne po dim që po donë me qitë rampën në hymjen e Parku Nacional, po jo në rrugë regionale. Mundesh me qitë rampën jashtë rrugës regionale. Aneks rrugë. Aneks, që special për shembull, Brezovic është rampa, por unë special po shkojmë Brezovic Muskiu. Ama aty është kalimi. Aty është kalimi i çdo ditë i jetesës son. Me qatë rampën për shembull sot mundesh me mshu, nesër jo. Po nuk mundesh me qitë. Me qatë rampën e kanë shkel tre ligje të aktet më të rënda. Ligji i parë është në Kushtetuta, akti më i madh i Republikës së Kosovës, me pikën 35 në Kushtetutën, thot, s'ki drejt mi anal kërkujt shlirimin e lëvizjes dhe shlirimin e jetesës. Ky është akti në Kushtetut. Dytë, është aneksi konvekta e Zhenevës e pakicave jetesës dhe shlirimin e jetesës. 3. Ministria kur një jetë s'ka ardhur me bashkëpunu me neve banor. Me 2024-ën ka ardhur ligji, për shembull, çdo bashkësi lokale ti duhesh me bashkëpunu me banor. Unë jam kryetari i bashkësisë lokale. Unë nuk di kur gjë çka është të formuar në pronën tem, në shtëpinë tem. Shtëpia jeme është ajo. Ku do t'iki? Ne vetëm jemi kundër stop rampave. Nuk mundesh me qitë rampën në rrugë regionale. Ai apelon të dilet dhe të mos lejohet kjo ndalesë, sepse edhe me ligjet e Kosovës është ndaluar të vendoset një pikë në rrugën regionale e ndërtuar diku në vitin 1964. Ai fton qytetarët që të dalin në protestë të qete të kërkojnë të drejtën lëvizjes së tyre dhe pohon se prania dhe mbështetja juaj kanë rëndësi të madhe. Për të dielën është thirrje masive, kush mundet me ardhmë na përkrah, se ajo rampa nuk është vetëm shlirimi i lëvizjes son banorëve, po shlirimi të gjithë popullit. M'fal, kjo kështu i bën se nesër ju mundeni me shku për Shkup, dikush ta nal rrugën, bjerë 2 euro, 3 euro. Çfarë 2 euro, 3 euro? Taksën e pagon populli. Eko-taksën e pagosh kur e regjistrosh shkerin. Çfarë eko-taksa pagohet atje ku është ajo është Parku Nacional. Ama rrugë regionale nuk është Parku Nacionale. Është rruga e infrastrukturës. Edhe ata e kanë prish rrugën, e kanë pre pa se dia kanë leje me prish rrugën. Me qitë rampën. Cili do të ishte një mesazh i yt këtë rast?
Mesazhi jem i këtë rast të kthehen gjendjen çlirimin e lëvizjes të thënë dhe aty nuk mundet të jetë rampa. Jo unë, kjo thot populli. Do të ishte ftesa për banorët e Ftesa për banorët të na ndihmojnë në protestat qetë, nuk kemi thirrë na, se na e kemi lajmëruar edhe policinë, protestat qetë të jemi kundër të na ndihmojnë jo vetëm banorëve, por edhe banorët e Zhupës, banorët ata që kanë shtëpiat në Prevall, na ndihmojnë me orë protestat, me na ndihmu. Jemi kundër ligjin që e ka pru Ministria e Ambientit. Ajo është kundër ligjshëm. Për ne, banorët, jo për të tjerë, si di. Faleminderit edhe juve. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.